Okej, rikthehemi, jam me të njëjtin panel, po them se largua zoti Beko dhe erdhi Igli Çelmeta. Igli, me që sapo erdhe, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Por ma shpjego pak, çka ka ndodhur para 2 ditësh tek seria e Partisë Socialdemokrate? Kemi një pamje të një personi me armë dorë, i cili afrohet aty, ca gëzhoja u gjetën, po pastaj thanë që jo, gëzhoja t'i ra nga arma, ai nuk e shkepi, ka një, ja, ky është personazhi, afër një selie, mes ditës, me gjithë ato, qa lloj armesh një? Skorpions. Është arrestuar? Jo, nuk është arrestuar, shpallur në kërkim. Të tregoj Qa është një Skorpions një? Ma thuaj, një Skorpions janë edhe automatik të shkurtër. E di më unë tani, po me pës siglin. Falë, po tash. Të shpjegoj që dinamikën e ngjarjes se ka pasur shumë paqartësi dhe të pavërteta. Ma ndërto pak. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 në zonën e Alidemit. Po thuaj lajmin një që s'ka lidhje me PSD-n, pastaj. Patjetër, avash. Patjetër. Zbulohet. Nga dinamika e ngjarjes, të kuptohet që s'ka lidhje me Partinë Socialdemokrate. Ka qenë një konflikt midis dy të rinjve, një ndërtosh 24 vjeçari i shpallur në kërkim, i cili është konfliktuar me një të ri tjetër pranë një lokali pranë zyrës elektorale të Partisë Socialdemokrate. Në fakt, në media aludua për një shtetas tjetër me iniciale LP, por personi që është konfliktuar 24 vjeçari ka qenë një tjetër. Më ndiq vetëm një sekond. Vetëm mos ma ikni këtë foton, as spjederonin mes. Tani, ti po një shenë në një lokal, djali... Unë, ti, lekqoft, unë, ti, një tjetër. Dhe vjen një robë, mes Tiranës, sa metër ka bërë ky për të ardhur deri në destinacion me atë Skorpion? Nga Shkoza deri në Alidem. Sa metre e pje? 2 kilometra. Ka ezu 2 kilometra me Skorpions dorë? Ka ardhur me makinë, në vendin e makinë, po kanë parkuar automjetin para lokalit. Aty është automjeti? Ledi Palaj. Jo, nuk është automjeti, është një Land Rover, një Range Rover. Pra do vonë ky mes qytetit, po dy, pa. Kjo është kampana larë për policinë e shtetit. Një tragjedia, një masakër. Mund të ishte një masakër, por do shpjegoj dinamikën e ngjarjes sepse fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Pasi është konfliktuar 24 vjeçari djali i personit me armën në dorë, me një të ri tjetër, ku fillimisht u tha që ishte një shtetas me iniciale LP, po përmend me iniciale sepse nuk është konfliktuar ky person për një person tjetër, ja konfliktuar verbalisht me njëri tjetër, më pas personi në fjalë e ka qelluar djalin e 67 vjeçarit. Ky i fundit është larguar në banesë, ka thirrur baban e tij, i cili së bashku me djalin e tij është kthyer sërish në lokalin ku ka ndodhur konflikti. Ky gjatë ky me kapele ky. Ky është babai? Ky është babai, 67 vjeç. 67. Po. Sa edhe kështu tonifikuar që ka. To 67 vjeçarit kur janë tonifikuar bashkë me djalin e tij ta kërkoi, domethënë personin që ka pasur konflikt. Çka krau ka më, si e bën atë Skorpionsin si dhe hapi shive. Ato pamja në një zonë mjaft frekuentuar të kryeqytetit, aty ka dhe bankat niveli 2 lokale të frekuentuara dhe mes kryeqytetit një pamje e tillë është e frikshme dhe është i këmbane alarmi për policinë e shtetit. Po e rëndësh. Është shumë e rëndë. Mirë, njerëz çmendur ka kudo edhe në Amerikë dalin kështu. Nuk një njeriu që merr Pasimi në Amerikë. Amerika 360 milion banor, ne 1.4. Po në ka rëndësime dhe ati nuk ke 160 milionët, nuk Massachusetts. Ja, në Amerikë kur dalin e shkepin ato. Pallat jemi edhe... Në Amerikë e shkepin. Po, duajna. Jo, ta mbaroj Igli, se kam respektuar. E të rejnë. Pasi ka shkuar në vendin e ngjarjes së bashku me djalin e tij, nuk e ka gjetur personin që ka pasur konflikt në lokal, ka kërkuar tek lokali tjetër ngjitur, më pas ka shkuar tek zyra e PSD-s, ku ka dyshuar që është fshehur personi që ka pasur konfliktin djali i tij dhe më pas me sende të forta, por dyshohet që dhe me armën e zjarrit ka goditur xhamat e zyrës elektorale të Partisë Socialdemokrate dhe në ato momente kanë rënë dhe fshekët kanë rënë në tokë të paplasura. Janë gjetur 2 fishek në vendin e ngjarjes të paplasur dhe dyshohet që e ka qenuar xhamin me armën e zjarrit dhe për këtë arsye arma nuk është ndezur dhe fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar sepse mund të ndodhte një masakër mes se s'ka dashur ta ndezë se po donte. Nuk e di sa ka Skorpionsi si fishek brenda karikatori duhet ketë? Se kam idenë. 20 se ka. Sem përdoruesi armëve të zjarrit po. Jo. Se ka pas kallashi. Tuesi dyshon që në momentin që ka thyer xhamin, arma ka humbur funksionimin. 20 nuk e. Fakt, Zheka, gjithë ky si fenomen, edhe pse shëmtuar i frikshëm edhe. Mari dërtoti të lutem. Dhe sigurisht që edhe ndikon tek pjesa sa të sigurt jemi ne fëmijët tanë të gjithë. Por apo më tepër që është një zonë shumë të populluar tek Alidemi, shkaku janë bastet sportive. Bastet sportive. Pra, nëse policia se kjo është pasoja. Po ne kemi kaluar fundin e marrëzisë, apo? E kemi kaluar fundin e marrëzisë, por këto marrëzia vazhdon. Marrëzia vazhdon dhe vazhdon edhe më ditë natë.
në mënyrë të shpenguar edhe mbas edhe poshtë undës së policisë dhe të shtetit, po që ose në bashkëpunim, edhe, se tani thua poshtë undës, ndërgjegja e zyrtarëve që e din shumë mirë se çfarë po thoshit e Maria dhe ne Marika shumë dot, pa ne kemi pas cepi këto. Ne më ja, nuk bastë të ndaluara këto. Po s'doj policia s'kalon, pse do. Bastë të ndaluara janë. Po problemi është që s'ka lokal, shtëpi e lagje që nuk funksionojnë baste sportive. Dhe arsyeja për cilën ky njeriu del me armën skorpions mes lagjes për të vrarë ka qenë pikërisht konflikti për baste sportive. Duhet parë tani e shkuara e tyre. Kanë biznes, kanë luajtur, kanë para të humbura, kanë para për të marrë, kush është e vërteta? Po mirë, edhe siguria, se të duhet pavarësisht gjithçka e frikës dhe çdo gjë tjetër, siguria e një individi që djali i shkon në shtëpi e bisedojnë, pra që do thot harku kohor. Pastaj ka një armë që është një armë jo dosido. Është marrë në telefon. Jo, ishte ka shkuar në shtëpi, me thënë fitimi sakt. Se detajet me diferencën. Edhe për konfliktin shkaku për baste sportive policia nuk e pranon. Po për te shkaku, thuhet që në shef banal për motive dobta, edhe mua nuk më figuron kjo për baste sportive. Baste sportive motive dobta do s'po ta marrim kështu në linjë. Ka një shkak tjetër, nuk janë baste Do sportive. të jetë pikërisht pra, se këtu duhet të dalë dhe unë. Pra, ky individi konfliktohet, shkon në shtëpi, flet me tjatin, diskutohet, pra që do të thotë ka një kohë, një pauzë reflektive për sa i përket momentit të gjatë nxehtësisë, pra që nuk është veprimi bërë në gjatë nxehtësi, fare, as pak, ka një armë të këtij niveli të cilin e ka në shtëpi, sepse e ka një armë të tillë, dhe totalisht pas një lloj problemi lëviz, do të thotë që ka dhe një garanci më tepër. Pra dikush tjetër që është pak më lartë, shumë më lartë, o në grupet kriminale o në bashkëpunim me ca struktura. Po pse mos themi mendërisht nuk është në rregull ky njeri? Jo, s'është fare, se një 67 vjeçar. Është shumë rregull, po e thej kështu na, po e thej kështu mbar. Ka një detaj që bën dakord me zonë Demalia, ti shoh se ka qenë gjendje të dhëur. Po pra ja. Gjendja e dhëur është rrethar rënduese në këtë rast. Në këtë rast është rrethar rënduese dhe nuk është fare për favor të atij. Fare. Po shtroj logjikën. Një njeri, një baba 67 vjeç, që shka fëmija janë kohët, dhe merë automatikun, dhe nuk me në pasojat që do të ketë ky vetë dhe fëmija. Po babaj është, po pra ne po them, po nuk është një... babajt, se o gjithë babalarët janë shimtore, jo gjithë janë të këqinj. Ore nuk thë... Varet. Unë po them, personalisht, fakti që është një familje që ka një armë të këtij niveli, të këtij kalibri, brenda në shtëpi, tregon që kanë probleme. Fillohet këtu historia. Po armë kanë gjithë, më janë armët e 97-ës, akoma në përdorë. Po nuk është armë në 97-ës. Jo, ka rëndësi, se është tipologjia armës që pse duhet jetë aty. Ka rëndësi, dhe kur puna për ndërtimin e ngjarjes, shifen gjitha detajet. Unë nuk mendoj që është thjesht dhe vetëm kaq. Nëse çështja është në tim dhe shumë shpejt. Njëra parë jemi të qetë që kjo s'kishte lidhje me Partisë Socialdemokrate. S'ka lidhje as me fushatën. S'ka lidhje me fushatën. Por, kur do të gjatë fushatës, është mirë që s'qeron gjë. Da të qapi nga sheqeri. Ore, mi që jemi këtu të kjo, tek inate dhe këto gjërat. Nuk e dëgjove është një kandidat për deputet që vjen nga shtetet e persekutuara të Partisë Demokratike të Mora Elizode, kisa thënë, ka bërë buj kjo, kisa thënë që kur të vinë pushtetu të hajmë qallë. Jo, nuk ka thënë, i ka thënë, unë pa ta dhe një pranësim për atë, do t'ju hajmë të gjallë, po kujdes me pjesën e votës, me fjerë që neve bëjmë fushat ditën, ju vinin darke dhe ju meni i komplementoni. Kjo ka qenë situata. Shiko, e para njëra ajo nuk është sjellje për një politikani. Jo, më nesëm, po nuk është sjellje. Mos është dëshpërim, thoti. Për mendimin tim, ai është dëshpërim dhe kanë humbur kontrollin. Unë pa kontrollin e ka pasur. Këtu është një garë kush çfaqet para se liut. Po janë njëjta sjellje. Po këta janë nivel. Edhe kjo që përdor deturi nga stresa e persekutuar. Po boll më mos e 35 vjet se na bën si veteran të luftës. 35 vjet persekutu. Ka qenë një vjeç o 35 i persekutu. Ku e persekutu se persekutu ishin ato që ishin me jument persekutu. E ke pyetja apo e ke opinion? Jo, më e kam pyetje, nuk duhet shtrohet më dhe kjo tregoj gjendjen e rëndë që jemi ne, që nuk kemi shkëput nga mundësia e kaluar. 35 vjet. Sepse e ka përdor pikërisht ky Sali, dhe ky e pranon që ka qenë persekutuar. Për çao? Enver Hoxha ka pasur, nuk ka kala, një minutë Petraj. Nuk ka kala që të marrin komunikë. Ka qenë persekutuar. Një dhe kalan 2. Një sekond. Ta ideja nuk është këtu, ideja është kjo.
Dhe dy pyetje për këtë minutash që kemi. Dy pyetje që janë shumë substanciale se nuk I dëgjojmë më në gjyra. Me që u qetësuam që kjo është sulmi këtu se një larje stavësh personale. Do të më japësh fjalën një sekond? Ta jap 2 minuta 32 sekonda. Tani ideja është ka. Më para zgjedhjet thuaj që ne nuk futemi zgjedhje me Edi Ramën, se Edi Rama e vjedh zgjedhjet dhe kemi nevojë për qeveri teknike. Nuk e keni dëgjuar. Kjo nuk qarkullon. 2. Edi Rama e vjedh zgjedhjet dhe pra do të thënë ne nuk do të njohim zgjedhjet nëse. Edhe kjo nuk thuhet se thuhet që ne do fitojmë. Pra, në momentin që opozita, pra doktori thotë që ne do fitojmë zgjedhjet, dhe gjithë liderët e partive opozitare thonë që do fitojmë, do thotë që nuk kanë frikë që ja vjedh një zgjedhje votat. Është kështu deri këtu? Tani si hedh ky tjetri, ky zotëria thotë, çikohet se po ne morët votat i hajmë gjallë. Pra ti mendon që mund të ketë eksese mbas zgjedhjeve nëse nuk njihet rezultati? Absolutisht. Kjo është java e fundit. Unë bëj pyetje. Kjo është java e fundit e fushatës, se patjetër do ketë tensione dhe retorika boshe. Me fjalë, kjo është një retorik të cilën atë së nderon fare një si figurë kandiduese. Dhe pretendon që është diplomat. Dhe aq më tepër që del gjithmonë me justifikimi ka qenë I përsekutuar. E pastaj se ka qenë I përsekutuar. Edhe I pasur. Me çfarë rëndësie ka qenë I përsekutuar? Ore gjithë shqiptarët kanë qenë përsekutuar se buk me domate hanin atëre. Problemi është që formulën e doktorit e di. Të gjithë të bashkëvuajtës bashkëfajtorë. Shiko, po nuk mund të flasi ky sot pas 35 vjetësh që I kanë gëzuar gjithë favoret, kanë 35 vjetë që doktori, po more. Shiko, ma ja ku ke. Doktori s'ka qeni persekutuar. Jo, ma dhe doktori thot ka qeni persekutuar. Një sekund. Se ka thënë kur. Këtë se ka thënë kur. Këtë jo. Jam me kauzën e persekutuarve. Po si është me kauzën e persekutuarve? Me ka përdorur si element politika I pavarësisht se çfarë ndodh. Ka përdorur. Unë po them, çfarë qëndrimi ka marrë për persekutuarën të kjo prona. Po. Zgjedhjet do kenë eksese, do kenë probleme zgjedhjet. Dhe shumë me fjalë ekziston mundësia që këta të tërhiqen ditën e zgjedhjeve. Do rinë deri në ora 12 do bëj atë që bëri PS-a në të gjashtë. Gjura apo ke hipotezë? Shiko, po nga sjellja e tyre, edhe kjo qetësi e tyre në këtë pikë që dalin tani dhe thonë që ne do të bëjmë, shiko, përgatitur një pas 2 vjetësh për zgjedhje. E tjera. Me fjalë, kjo është praktika e këtyre. Zgjedhjet do të kalojnë me probleme sipas asaj të cilës shikoj unë. Po në ç'kuptim probleme? Në probleme më konkrete. Shiko, kemi 4 raste dhune që nga Xhelal Mziu si e ka I në Dibër. Jo, ka shumë si. Ka referuar në SPAK sot. Po patjetër, sepse është fakt objektiv. Kemi grindjet në Lushnjë, kemi këtë rastin tjetër sot. Kjo është dhuna verbale të cilën këta po përdorin, me fjalë te pjesa e elektoratit ka filluar edhe ai tensionimi dhe kjo javë do të jetë javë e cila me fjalë shpresojmë mos të kemi sepse e di pse ndodh kjo javë e dhunës se neve, sepse neve, do shiqet sepse do të rregjë ka bërë skenarin ai. Po më qoftë se tërhiqet është ndonjë të vetë dhe nuk ka asnjë gjë pozitive, sepse në fund ja jep zgjedhjet në tavolinë, siç ka ndodhur në 2019 me zgjedhjet e nuk ka bërë fije për mosbindje civile. Ky tregoi herë gjenin e vet se sa qesharak ose njeri. Do të them dy gjona, mas 35 vjetësh. Këto që thonë jemi të persekutuar, më kujtojnë ato që thoshin jemi familje dëshmorësh edhe dojshin të drejtat e shkollës, të punës, drejtat e Maria, mos thotë se dhe ti persekutuar jam. Jo, nuk jam. S'kam thënë kur s'ma keni gjuajtur që jam. Unë s'kam dëgjuar, po unë e di që je. Po s'është karta jo më mas 35 vjetësh. As e kam thonë ai. Çdo një njeri e përdor, një njeri se përdor, një njeri e thot, ai bën kauzën aty që s'ka marrë, s'ka marrë problemi. As kush si ka marrë. Po jo, as pronat unë si ka marrë. As pronat si ka marrë. Po pse ti ka syt këmbët apo? Ora unë ka para 90-s aty. Po pse i ka korrik 90-s? S'duroj dot atë regjim që ishte më. Po jo pra atë regjim, po pra. Po pra, po mas 30. Po ti mori të gjitha më ty dhe mua të gjitha ikëm. Po nuk dëgjoj turin, nëse ne nuk kemi arrit. Po përmysim atë regjim dhe të merremi prapë me atë regjim, kuptime ne do të merremi si kulturë, si histori, për mos të përsërit. Por jo, faj kujtësh. Faj këtij që shko mas Berishës që thotë jam i përsekutuar dhe jam i djathtë. Njeriu që ka bllokuar këtu
pronat, të djathtën, është Sali Berisha, dhe ky si Zagari shko mrapa, dhe thot... Në munges nuk do t'i shajtë. Dhe ky, falë për juën, dhe ky thot do t'ju ham gjallë. Po këto që i kërcënojnë do t'ju ham gjallë, thot. Pse nuk shkon me hongër gjallë, ato që i dhunun babolarët, i dhunun gjëgjëlarët, i pushkatun gjyshë, pse nuk shkon këto me hongër gjallë? Do t'hanë... Pa morëmës, nuk ta në gjallë, ta në gjallë, publicitet. Ta jem burreca, a i që ta gjallë, shkoj ta. Ja, më mos e bon kare.